Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë me ju lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të fundit nga Big Brother VIP Albania 5. Tashmë loja është tensionuar më shumë. Banorët janë të gjithë të fokusuar në lojë. Realisht në këtë vit banorët kanë qenë krejtësisht të fokusuar në lojë, nuk kemi mundur që të ndajmë një lider. Ka qenë gjithçka një lojë organizuar bukur, do me thënë të gjithë kanë qenë të përfshirë, por diskutimet, debatet, luftrat që kanë ndodhur brenda këtij formati e kanë bërë lojën dhe më interesante. Sonte është prajmi më i zjarrt që ka patur ky Big Brother. Një televotim që do të mbajë në këmbë të gjithë publikun shqiptar, Stenaldo dhe Mateo, dy banorët më të fortë të kësaj shtëpie, dy banorët të cilët ishin pretendent për finale, por njëkohësisht dhe për fitues. Njëri sonte do të lërë shtëpinë e Big Brotherit. Me thënë të drejtën, publiku hodhi ca hipoteza të ndryshme. Për shembull, pretendonin që dy banorët do të bënin të pamundurën që të shkatërroheshte ky televotim, që të mos të vazhdonte, që të mbërinte një zarf i zi, por unë ju kam thënë, jemi në një pikë të lojës që zarfat e zi nuk kanë esencë, do me thënë zarfi i zi ka humbur vlerë. Sot vllau i madh nuk do të thyej këtë lojë për asnjë lloj arsye edhe për një zarf të zi. Do me thënë, vllau i madh është me patjetër i bindur që duhet të heqet nga shtëpia njëri nga këto dy banorë. Fillimisht mbrëmja do të fillon si zakonisht, do me thënë çfarë do të ndodhen sonte. Ledioni do të jetë jashtëzakonisht entuziast sepse kanë patur disa ditë shumë të bollshme, unë do ta quaj, për produksionin. Njëherët do të mbyllet televotimi i hapur që në fillim të prajmit, do me thënë shqiptarët kanë patur mundësinë të votojnë edhe do të votojnë deri në orën 9, në orën 9 do të mbyllet televotimi i hapur, ku më pas do të jepet do të bëhet një rezume kundërdet lojës që ka bërë Stenaldo dhe lojës që ka bërë Mateo nga ana e opinionistëve dhe do të kërkohet mendimi i tyre ku sipas tyre, cili nga këto dy banor, do të shpëton, do të jetë Mateo apo do të jetë Stenaldo. Do të merren pothuajse jashtëzakonisht gjatë me këtë pjesën se kush do të jetë banori që do të largohet, Mateo dhe Stenaldo, edhe pse unë me thënë të drejtën, jam i bindur që lojën do ta lërë sonte Stenaldo. Do të thënë Stenaldo është banori i cili do të lërë lojën. Tani nga të gjitha televotimet e hapura online, ato televotimet e sinqerta, Mateo del fitues, ndërsa Stenaldo është banori i cili sonte do të largohet. Unë mendoj që Stenaldo dha shumë dimensione të bukura të vetes. Unë prisja që Stenaldo do të ishte fitues në qoftë se nuk do të bështe pjesë e disa debateve jashtëzakonisht të shpifura dhe ofenduese dhe denigruese, deri në një pikë Stenaldo ra në nivelin e disa banorëve aty brenda që realisht unë nuk doja ta shoh këtë te Stenaldo. Ndërsa më tej do të vazhdon Mateo, sepse Mateo natën e mbrëmshme sapo nisi një dramë, sapo nisi një histori dashurie, sapo nisën disa emocione dhe mendoj që produksioni në këtë rast, por edhe publiku, është kureshtar që të shikon këtë energjinë e kësaj dashurie që në fakt nuk po fillon brenda kësaj shtëpie. Më pas kemi dy surpriza emocionuese, do të thënë dy nga banorët do të emocionohen sonte. Ndodhin dy surpriza sepse jemi drejt javëve të fundit dhe vllau i madh mund të merr përmasa që edhe javës tjetër të martën të nxjerrën dy banorë, që do me thënë të pakson numrin e shtëpisë për të arritur në gjysmëfinale dhe në finalen e madhe, dhe dy banorë do të kenë shumë surpriza. Tani surprizë mund të ketë Miri, i cili nuk ka patur surprizë kohë të gjatë brenda asaj shtëpie,
në qoftë se do të analizojmë në mënyrë të detajuar. Do me thënë, surprizë nuk ka patur Shëndriti. Mendoj që Shëndriti do të ketë një surprizë të bukur, dhe surprizë nuk ka patur Nikol. Nikol ka patur vetëm një letër të shkruar nga babai, por nuk ka patur një surprizë. Do me thënë, Shëndriti dhe Nikol, po qoftë edhe Brikena, janë pak më të pasurprizuar në këtë mes edhe Selina. Dhe një përballje e papritur. Do me thënë, kush do të përballet sot? Një përballje e papritur, që në kupton mund të jetë një përballje mes banorëve, një banor nga jashtë mund të përballet me një banor nga brenda, duke patur hatërmbetjet e tij. Mund të jetë një familjar i cili ka kërkuar që të futet brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe të përballet me njërin nga banorët të kësaj shtëpie. Do të thënë, sonte është një natë shumë emocionuese, një natë që realisht do të na lërë të gjithëve me sy dhe me vesh drejt shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë, mbrëmja do të jetë e fokusuar tek Mateo dhe Stenaldo, dalja e njërit prej tyre. Dalja nuk do të ndodhë me njëherë, në me thënë dalja do të ndodhë nga fundi i spektaklit, sepse produksioni ka shumë të rëndësishme që publikun ta mbërthej për ekrani për orë të tëra, dhe dalja do të ndodhë mendoj nga ora 12:30. Në këtë orë njëri prej banorëve do të lërë shtëpinë, por më përpara do të merremi me dinamikat, luftra që ka ndodhur, debatet, ky televotim që ka trazuar shtëpinë, bisedat në përcepa. Kemi një shoqëri pak të krisur mes Malit edhe Stenaldos. Do me thënë, Mali dhe Stenaldo kanë patur një bisedë, nuk do ta quaj debat, kanë patur një bisedë, por ka qenë bisedë me hatërmbetje në dhomën e gjumit, ku Stenaldo është pak i prekur tek Mali. Më pas do me thënë kemi Selinën, por kemi dhe këto përballjet interesante që sonte do të ndodhin. Do me thënë, është një natë me plot surpriza, është një natë me një numër të madh të ngjyrave, të emocioneve. Banorët sonte do të kalojnë për dimensione të ndryshme. Ndoshta edhe sonte për të patur një televotim të fortë, jashtëzakonisht shumë të fortë, nga lideri, nga fuqia e liderit, dhe më pas për të kaluar në javët të tjera edhe në gjysmë finalistin e parë, gjysmë finalistin e dytë dhe finalist. Do me thënë, na kanë mbetur dhe pak javë për ta përmbyllur një rrugtim i cili ishte dhe këtë vit jashtëzakonisht i suksesshëm, solli brumë të mirë realisht edhe për produksionin dhe për publikun, dhe kështu që sonte pritet gjëra të bukura. Çfarë mendoni për gjithë të përmbledhje dhe si mendoni që do të shkon ky rrugtim?